Dashi. Sot hëna ju ndriçon me një energji të butë, duke ju shtyrë të fokusoheni në marrëdhëniet e ngushta. Në dashuri, përpiquni të dëgjoni me zemër dhe të jeni të hapur ndaj ndjenjave të partnerit. Kjo do të sjellë harmoni dhe intimitet në çift. Në vendin e punës, një sfidë e re mund të shfaqet. Mos u friksoni, aftësia juaj për të menduar jashtë kutisë do t'ju udhëheqë drejt suksesit. Financat kërkojnë pak kujdes sot, shmangni shpenzimet e panevojshme për të ndjerë një ekuilibër më të qëndrueshëm. Energjia pozitive do t'ju shoqërojë gjatë gjithë ditës, duke ju dhënë kurajën për të përballuar çdo sfidë me një buzëqeshje. Mbani mend të përkëvelni veten me pak kohë të qetë në mbrëmje. Demi. Dita nis me energji të buta, duke të përqendruar në momentet e vogla që sjellin kënaqësi. Në çështjet e zemrës, komunikimi i hapur do të forcojë lidhjen me partnerin apo personin e dashur. Mos keni frikë të ndani ndjenjat tuaja më të thella. Në punë, një mundësi e re mund të dalë në horizont. Vlerësojeni me kujdes, por mos humbni shumë kohë në vendime. Financat duken të qëndrueshme, ndaj është koha e duhur për të bërë plane afatgjata. Kujdesuni për shëndetin emocional duke i dhënë vetes pak kohë për të relaksuar ose meditim. Një ecje e gjatë në natyrë mund të jetë pikërisht ajo që ju nevojitet për të rigjetur ekuilibrin e brendshëm. Përqafoni këtë ditë me zemër të hapur dhe mendje pozitive. Binjakët. Sot dita do të sjellë një frymë të re energjie dhe emocionet do të shkëlqejnë më shumë se zakonisht. Në dashuri, përqendrohuni në ndjenjat e vërteta dhe mos lejoni që dyshimet të turbullojnë harmoninë. Në punë, një projekt i ri mund të kërkojë përkushtim, ndaj përdorni kreativitetin tuaj për të kapërcyer sfidat. Financat do të kërkojnë kujdes, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme dhe fokusohuni në kursime. Sot është një moment i shkëlqyer për të menduar për qëllimet afatgjata dhe për të ndërtuar plane të reja. Ndërsa dita përparon, do të ndjeni në paqe me veten dhe të gatshëm për të përballuar çdo sfidë. Mos harroni të shijoni edhe gjërat e vogla që jeta ofron. Buzëqeshja juaj është ilaç për shumë zemra. Dashuria. Sot universi të fton të përqendrohesh tek emocionet e tua. Një bisedë e thellë me një person të dashur mund të sjellë zgjidhje për disa çështje që ke menduar gjallë. Në punë është koha e duhur për të riorganizuar prioritetet dhe për të ndjekur intuitën që shpesh të udhëheq drejt vendimeve të mençura. Financat duken stabil, por shmang shpenzimet e pakontrolluara që mund të të ngarkojnë emocionalisht. Rekomandohet të përqendrohesh te gjërat e vogla që të sjellin gëzim, si një filxhan çaji aromatik apo një ecje në natyrë. Kjo do të të ndihmojë të rigjesh harmoninë. Lëre zemrën të fluturojë me ritmin e ëndrave dhe mbaj besimin se gjithçka do të shkojë si duhet. Luani. Sot është një ditë që kërkon reflektim dhe qetësi, teksa valët e jetës luhaten si meloditë e një simfonie të brendshme. Duhet të përqendrohesh te punët e vogla, duke vlerësuar çdo detaj. Në dashuri, një bisedë e sinqertë do të ndihmojë për të afruar më shumë me partnerin. Kujdesu për financat, shmang shpenzimet e kota dhe dëgjoj intuitën për të marrë vendime të mençura. Në aspektin profesional, një mundësi e re do të paraqitet, por do të kërkojë durim dhe përkushtim. Përpiqu të gjesh kohë për veten, ndoshta një shëtitje në natyrë do të japë qetësinë e kërkuar. Mbyllë ditën duke reflektuar për mirësitë që ke në jetë dhe lejo që entuziazmi të ndriçojë rrugën tënde. Virgjëresha. Sot është një ditë e rëndësishme për të reflektuar mbi marrëdhëniet e tua. Kujdesi dhe vëmendja ndaj detajeve do të shërbejnë për të forcuar lidhjet emocionale. Mos ki frikë të shprehesh, pasi komunikimi i sinqert do të sjellë qetësi. Në punë, energjia jote e fokusuar do të sjellë rezultate të dukshme. Një projekt që duke i largët mund të realizohet më shpejt nga sa mendon. Financat kërkojnë një qasje të kujdesshme. Bëj plane buxhetore dhe shmang shpenzimet impulsive. Intuita do të jetë udhërrëfyesi më i mirë për të zgjidhur çështje të vështira. Sot gjej një moment për të reflektuar dhe për të falendëruar për atë që ke. Një ndjenjë e qetësisë do të mbush zemrën tënde, duke të dhënë paqe dhe harmoni. Peshoria. Sot universi ju fton të gjeni harmoninë midis detyrimeve dhe dëshirave personale. Në punë do të ndjeheni më kreativ se zakonisht, ndaj shfrytëzoni këtë energji për të sjellë ide të reja dhe freski në projekte. Financat kërkojnë pak vëmendje, por një qasje e kujdesshme do t'ju ndihmojë të shmangni shpenzimet impulsive. Në dashuri, hapni zemrën dhe ndani mendimet me partnerin. Komunikimi i sinqert do të forcojë lidhjen tuaj. Nëse jeni beqar, mund të takoni dikë me interesa të përbashkëta që do të ndesë kuriozitetin tuaj. Ndjesitë tuaja do të jenë të qeta dhe të balancuara, duke ju dhënë paqe mendore. Mos harroni të merrni frymë thellë dhe të shijoni momentet e thjeshta që sjell dita. Akrepi. Dita e sotme sjell një energji të re dhe frymëzuese.
Natyra juaj intuitive do të ndihmojë në zgjidhjen e disa dilema afatgjata. Në dashuri, komunikimi është çelësi për të krijuar një lidhje më të thellë me partnerin. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja më të sinqerta. Në aspektin profesional, fokusohuni në detajet që të tjerët mund t'i injorojnë. Kjo do të jetë avantazhi juaj sot. Financat tuaja kërkojnë vëmendje të veçantë, prandaj shmangni shpenzimet impulsive. Mjeqasje me mendim të kthjellët mund të sjellë stabilitet në këtë fushë. Energjia pozitive do t'ju ndihmojë të gjeni ekuilibrin e nevojshëm midis angazhimeve personale dhe profesionale. Mos harroni të rezervoni kohë për veten dhe për të reflektuar. Inspirimi dhe qetësia janë në horizont. Shigjetari. Në këtë ditë dhjetori, energjitë kozmike do të ndriçojnë rrugën tuaj, duke sjellë qartësi në marrëdhëniet personale. Është momenti i përsosur për të ndarë ndjenjat me dikë të afërt, pasi zemra juaj rreh me ritmin e sinqeritetit. Në aspektin profesional, intuita juaj është në nivele të larta dhe mund të shërbejë si udhërrëfyes për vendime të rëndësishme. Mos keni frikë të merrni iniciativat që ju japin frymëzinë dhe pasion. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes. Një planifikim i mirë do të ndihmojë për të shmangur stresin e panevojshëm. Përshkojeni ditën me qetësi dhe meditoni mbi gjërat e bukura që ju rrethojnë. Lëreni lumturinë të zërë rënjën në mendjen dhe shpirtin tuaj. Britsjapi. Dita e sotme do të sjellë një qetësi të mirëpritur që e ke kërkuar. Energjitë e sotme favorizojnë reflektimin dhe planifikimin për të ardhmen. Në dashuri, komunikimi do të jetë çelësi, prandaj ndaje mendimet dhe ndjenjat me partnerin. Nëse je beqar, është momenti i duhur për të vlerësuar çfarë kërkon me të vërtetë nga një marrëdhënie. Në punë, qëndro i fokusuar te detajet, do të dalësh fitues nëse i kushton vëmendje të veçantë çështjeve që kërkojnë përpikëri. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por është e mençur të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Ndjenjat e brendshme do të ndikojnë në mënyrën se si komunikon me të tjerët. Merr kohë për veten dhe shijo momentet e thjeshta që të sjellin paqe. Ujori. Në këtë ditë të dhjetorit, energjitë kozmike ftojnë për reflektim të thellë. Në dashuri, është koha e duhur për të ndarë mendimet me partnerin, duke krijuar një lidhje më të thellë. Nëse jeni beqar, mund të ndjeni tërheqje ndaj dikujt të ri. Në punë, shfaqni kreativitetin tuaj, pasi idetë e reja mund të sjellin sukses. Mos keni frikë të ndani këto ide me kolegët, sepse bashkëpunimi do të sjellë frytet e tij. Financat kërkojnë kujdes, është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme dhe të planifikoni me mençuri. Ndjenjat tuaja sot do të jenë të qeta dhe të balancuara, duke ju dhënë mundësinë për të gjetur paqe të brendshme. Lejojini vetes momente relaksimi dhe meditimi që të ringarkoni shpirtin tuaj. Peshqit. Dita e sotme premton qetësi dhe reflektim, ndërsa valet e ndjenjave qëndrojnë të buta. Është koha ideale për të përqafuar harmoninë në marrëdhënie. Një bisedë e sinqertë mund të rikthejë energjinë pozitive me partnerin. Mos hezitoni të ndani ndjenjat me ata që doni. Në punë, intuita juaj do të shkëlqejë, duke mundësuar zgjidhje kreative për sfidat që mund të shfaqen. Mbështetuni tek talentet tuaja natyrore për të krijuar stabilitet dhe për të përshtatur planet profesionale me qëllimet afatgjata. Financat do të qëndrojnë të qëndrueshme, por kujdes në shpenzimet e panevojshme që shpejt mund të shëmohen. Ndajeni kohën për aktivitete që ushqejnë shpirtin dhe mendimet tuaja do të marrin forma më të qarta. Po ju thërret një qetësi e ëmbël, dëgjojeni.